Pas sulmeve me dron, Kuvajti shpallë së padëshiruar 2 diplomatë iranian dhe u kërkon që të largohen nga vendi për 24 orë. Ministri i Jashtëm e Kuvajtit ka shpallur 2 anëtarë të misionit diplomatik iranian, persona non grata, duke ka kërkuar largimin e tyre të menjëhershëm nga vendi brenda 24 orëve në përgjigje të sulmeve të rënda të pandërprera të Iranit. Ministria e Jashtme thiri kreun e misionit diplomatik të Iranit për të paraqitur një protestë zyrtare ndaj veprimeve agresive të Teheranit, duke theksuar se prania e 2 diplomatëve nuk është më e pranueshme për Kuvajtin. Të 2 diplomatët duhet largohen nga vendi brenda 24 orëve. Kuvajti tha se vendimi ishte për shkak të sulmeve të vazhdueshme, të dhunshme dhe të përsëritura iraniane me raketa balistike dhe dron, të cilat u ripërsëritën sot duke synuar instalimet politike dhe infrastrukturën jetësore, përfshirë aeroportin ndërkombëtar të Kuvajtit. Sulmet rezultuan me vdekjen e një personi, plagosjen e të paktën 63 civilëve dhe dëme në materiale dhe objekte të rëndësishme, ndërtesa diplomatike. Kuvajti përshkroi këto veprime si një shkelje flagrante të sovranitetit dhe integritetit territorial të shtetit, Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe parimeve të së drejtës ndërkombëtare të rezolutës 2817 të Këshillit të Sigurimit. Ministria e Punëve të Jashtme theksoi se sulmet të tilla përbën një shkelje serioze të normave ndërkombëtare dhe parajmëroi se do të ketë një përgjigje të rreptë ndaj shkeljeve të sigurisë së Kuvajtit. Më parë, Ministria e Mbrojtjes së Kuvajtit njoftoi se kishte kapur 13 raketa balistike dhe 17 dron lëshuar nga Irani në hapësirën ajrore të Kuvajtit që nga agimi.